një vrasje në Kamz dhe autori në... Se vrasje tani nuk pushojnë, çfarë do që të ndodhë. Edhe pse demonstrata në qendër Tiranës e direkt këto, kemi një vrasje në Kamz. Ç'është, zoti Hoxha, ç'është kjo vrasje tani? Se ti kupton mirë nga këto gjëra? Hymë të pjesa se ti mba mëndë se ke qenë drejtues gazete. Nga ajo rubrika që e kishim në shkurt nga rrethet, pastaj kaloi kronika e solli Kronika e zezë. Carlo e solli. Kronika e zezë Carlo e solli, Carlo Bolinu e. U fut kronika e zezë. Se një kali kishe shumë në gazetat. Po mi që gazeta del Mezzogiorno e kishte kronika nera, e futën këtu. Në fakt, ajo tamam dhe më është aktualitet. Nuk është thjesht kronika e zezë, se mund tjetë me shumë gjyra. Aktualitet. Ajo është aktualitet. Dhe për të fat keq, vëmendjen e ka marrë protesta, po këte nga krau tjetër, ajo Shqipëria tjetër vazhdojnë punën e vetë. Vazhdojnë puna. Aty vazhdojnë dhe ata vazhdojnë me... Pra nëse ne shqetësojmë që shqiptarët ikin, ata shqiptarët që janë këtu paksohen çdo ditë, vazhdojnë... Tani vrasi, kush është gjetur vrasi, çka ka vrarë? Një të vrarë dhe një të plagosur. Kanë qenë 2 ngjarje që janë të rënda të javës, dhe unë do t'i bëj të dyja bashkë. Është një ngjarje që ka ndodhur ditën e njëjtë, edhe kjo e sotme, vrasja. Ajo ditës së njëjtë është një person i zhdukur, për cilin nuk ka asnjë informacion në sot e kësaj dite. Po ku vrau ky? Në të njëjtin vend? Është zhdukur, jo, është marrë në Tiranë. Kurse ngjarja e Kamzës sot, në fakt ata autori dhe viktima e njihnin njëri tjetrin se kanë qenë aty banor, janë komshi në lagje. Por mënyra se si ka ndodhur ngjarja, aty ka qenë çështje fati që ka pas më shumë se një të vrarë. Fati ka dashur që të ketë vetëm një të vrarë. Në foto nxjerr autori, për të cilin policia e shtetit ka falur dhe... S'ke lidhje me vrasjet e me këto. Jo. Ne rrim ne që kemi lidhje me të vrasjet. Jo, unë Ta të dy rinë, se thonë mendim ti mund të largohesh? Jo, s'kam asnjë... Jo, më largohesh, s'ka problem. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kënaqësi deri tani ishte i plotë të gjitha, po tani me vrasjet, ja, ky është vrasi. Ç'lidhje ke ti me të? Faleminderit shumë. Jo, ti jap syt se nuk është kapur ai, kështu që po ai pe Mund të rrugës. kaloj edhe këtu, kur ikën ti dhe do themun, dhe pasaj do ta tregoj 10 vjetëresht, do ta tregoj 10 vjetëresht, pse i thash batonit ik. Po. Rrugë e ke ata, nuk është kapur. Okej, ky është thua ti, e? Atëherë, autori i krimit... Gjanë si gazetarë, më të shatë. Ishin edhe, kanë që gusta mu, nuk kanë kështu ata. Autori i krimit ka precedentë të mparshëm penal. Nuk ka? Ka. Është i përfshirë, është i skeduar nga policia, ka qenë i arrestuar, është marrë me trafik lëndësh narkotike, është marrë me grabitje, se nuk del pa prit më zej aty. Por thash fatë sot është që nuk ka patur të vrarë tjerë. Viktima është Ardian Baloshi, 27 vjeç, e ka humbur, nuk ka arritur të shkojnë në spital i gjallë që mund t'i jepi ndihma e parë që mbas edhe mund ta shpëtonin. Policia me njëherë, basisht ka bërë identifikimin e autorit, ka kërkuar së pari për vetë rrezikshmërinë e tij që nëse qytetarët e njohin, prandaj shpërndar foto, të mos reagojnë, të mos bëjnë veprime ndaj tij që e njohin, sepse është njëri armatosur, mund shkaktoj viktima të tjera, gjë që ka ndodhur në raste të tjera në të kaluarën. Ka kërkuar dhe ka nxjerrë në operacion në Renean, por Renea nëse s'ka informacion nuk ka se si të veproj, gjithsesi në rastin konkret është një shpërblim 10.000 euro. Jo shpesh e bën policia, por me sa duket në këtë rast. Dhe unë mendoj që kjo është një gjë që sepse në këtë rast policia bëri 2 gjëra pozitive ndryshe nga të tjera. Së pari, dolën direkt në deklarat për shtyp, bën identifikimin e personit, e dhan foton dhe ja kërkojnë me të tjera dhe të se japë, e dhan foton dhe për publikun dhe nga tjetër në zonën dhe shpërblimet. Më thanë, kushdo që e njeh personin, kushdo që e shef, të mos i bjerë në sy për të njoftojnë në numrin që policia ka paraqitur. Që sigurisht edhe kjo jo është ja 10.000 euro. Pra, është... Jepen 10.000 euro kush e gjen këtë? Kush jep informacion se këndodhë? Kush jep informacion? Kush se mund ta shohë rastisht. Do janë dhënë aty dy informacione kot më kot se diku dalej. Dhe po patjetër, shiko, ajo nuk është bingo aty dhe e merr kush telefonin i parë. Merr duhet të jetë informacioni sakt gjë e parë. Po kjo së pari i bën qytetarët që të jenë të ndjeshëm, të jenë vigjilentë dhe që të informojnë. Sepse thash, pasoja e ngjarjes që ka krijuar sot ai ishte rënë, dhe së dyti përbën rrezikshmëri për qytetarë. Gjithsesi, ende për motivin policia nuk ka dhënë një ide të qartë
se për çfarë është, edhe pse ata kanë një konflikt që nuk është i sotme, pra është një konflikt që kam shumë se 2 vjet mes tyre, plus që kanë njohë njëri tjetrin sepse kanë qenë në fshinjë dhe në zonën ku banonin. Reagimi i sotëm fakti që ai ka qelluar nga makina direkt. Ka qelluar nga makina dhe vetëm me një plumb i ka marrë, e ka goditur në kokë dhe i ka shkaktuar jetën viktimës, ka bërë që 27 vjeçarit humb jetën dhe ndihma e parë që ishte ofruar aty nuk i ka dhënë mundësinë që mjekët të ndërhynin në kohë dhe të mbijetonin, pra t'i jepnin ndihmën e parë në mënyrë që ai të mbijetonte. Kjo ngjarje në fakt është një ngjarje e cila thash unë, jo më kote përmenda Ylli pak më parë, është një ngjarje tjetër e datës 4, pra ditës së njëjtë. Një iri e Gland Koçi është zhdukur pa lënë gjurmë, Ky i Tiranës, po di. Tiranës, nuk ka asnjë informacion. Po ishte në rregull shumë se Jo, ishte shumë në rregull. Se nga Kuksi se ku i gjeturin tjetër nga garda. Dibra. Një oficer i lartë i gardës. Ishte mbytur i shpeti se ka i kujtesa. Jo, ky është në rregull. 34 vjeç. Ka qenë ka dalë nga shtëpia, dihen lëvizjet e tij se ka lëvizur me motor. Ai punonte si postier midis disa pikave të këmbimit valutor, kryesisht për kriptomonedhat dhe për qytetarët që kishin kriptomonedha. Ta kuptosh. Ky është rasti pra, nëse po më ndjek, ky është rasti i radhës dhe unë besoj që në të ardhmen do të kemi probleme të tjera, të ngjashme me këtë. Së pari duhet bërë apel që nëse është i gjallë, kushdo që mund të ndihmojë në këtë rast, do të ishte shumë e vlefshëm si informacion. Policia u mundua gjatë ditës djeshme dhe familja po ashtu doli në media e publikuan foton e tij, jam parë lëvizjet e tij, ka lëvizur me motor për herë të fundit e kam parë aty tek zona ku banon ti sheshi Wilson. Pastaj ai ka fikur telefonin, nuk ka patur, nuk është përgjigjur familjes. Precedent gjë kishte jo. Në darkë thash ky punonte me thash një lloj postieri. Me kriptomonedhat. Jo, domethënë ishte postieri që shkonte tek change, jo gjithë change-et e ofrojnë në shërbim, ku ti aty këmbehen kriptomonedhat në para cash, dhe ky merrte paratë aty. Nuk i ka këmbyer mirë. Tani, kjo është një gjë do ta shohim. Në llogarinë e tij bankare është parë që në llogarinë që ka ai nuk është lëvizur. Llogaria që ka patur ai në Bitcoin, pa s'është e vetja, aty ka qenë shumë mos gaboj, diku te 100 ose 150.000 euro, po ajo është parë që atje ka patur lëvizje, po ky nuk mund të ndërhynte dot aty pa patur kodet e hyrjes që kishin ata që kishin punësuar këtë.